Në Kongresin Amerikan po merr formë një angazhim i shtuar për ta shtyrë përpara antarësimin e Kosovës në NATO. Kosovo is unmistakably one of the closest and most loyal European partners to the United States. Dy rezoluta të reja që prekin praninë ushtarake amerikane dhe perspektivën euroatlantike të Kosovës e çojnë këtë angazhim përtej deklaratave. Kishin nga zhvillime më të mira që ka ndodhur në Kosovë. Po pse pikërisht tani, kur prioritetet e SHBA-s duken diku tjetër dhe çfarë efekti real mund të ketë? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tila. Mes një bote në kaos dhe riorganizim, siguria është kthyer në prioritet absolut. Dhe për Kosovën ajo lidhet drejt për drejt me NATO-n, aleancën më të madhe ushtarake në botë. Një momentum i ri për afrimin e saj me të është duke u konsoliduar në qendrat e vendimarrjes në Washington. Megjithatë, shfrytëzimi i tij duket se kërkon shtytje më të fortë politike edhe nga Prishtina. Për ish-ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mediu, i përfshirë nga afër në bisedimet për avancimin e Kosovës drejt NATO-s, mbështetja nga Washingtoni përbën një mundësi të rëndësishme, por sipas tij, ajo humbet peshë nëse Kosova nuk siguron stabilitet të brendshëm institucional. Antarësimi në NATO kërkon para së gjithash konsensus politik dhe qasje të koordinuar nga vetë Kosova. Pa një Kosovë me institucione, pa një Kosovë me politikë dhe qeveri të qëndrueshme, do të jetë vështirë do të hapësh rrugën që duhet për antarësimin e Shqipërisë e Kosovës në NATO. Në fund të prillit në Kongresin Amerikan u hodh një hap konkret. Përfaqësuesi Keith Self bashkë me kolegët e tij Richie Torres dhe Mike Lawler propozuan një rezolutë që synon ta shtyjë përpara rrugën e Kosovës drejt NATO-s. Rezoluta thekson mes tjerash se qeverisja demokratike e Kosovës, mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë dhe bashkëjetesa shumë etnike përbëjnë një argument bindës për antarësimin në NATO. Aty po ashtu thuhet se përfshirja e Kosovës në aleancën e NATO-s do të shërbente si një kundërpeshë nevojshme për të dekurajuar përpjekjet armiqësore dhe për të parandaluar një katastrofë tjetër globale në Ballkan. Dhe kjo nuk është nisma e vetme. Një tjetër rezolut në Kongres e iniciuar në fund të prillit nga Torres, Self dhe kongresisti George Latimer e vendos theksin te prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, duke e cilësuar atë si kyç për stabilitetin në rajon. Radio Evropa e Lirë ka tentuar t'i kontaktoj këta kongresist për të kuptuar arsyet e mbështetjes së rezolutave në një kohë kur Washingtoni është i fokusuar në kriza globale si Ukraina dhe lindja mesme, si dhe nëse ato shkojnë përtej një mesazhi simbolik, por nuk ka marrë përgjigje. Megjithatë, gjatë një mbledhje të kësaj jave të Komitetit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Self ka theksuar se Kosova ka dëshmuar për kushtim të qartë ndaj stabilitetit rajonal dhe për afrimet strategjik me NATO-n, ndaj edhe duhet të jetë pjesë e saj. Kosovo is unmistakably one of the closest. Kosova është padyshim një nga partnerët më të afërt dhe më besnik evropian të Shteteve të Bashkuara në një periudhë të shkurt kohe. Ky shtet i ri ka dëshmuar për kushtim të qartë ndaj qeverisjes demokratike, kontrollit civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëjetesës shumë etnike. Të gjitha këto e përforcojnë argumentin për antarësim në NATO dhe për stabilitetin në Ballkan. For NATO membership and stability in the Balkans. Nga kabineti kongresistit Torres është shprehur po ashtu mbështetje për antarësimin e Kosovës në NATO, por edhe për vazhdimin e pranisë së SHBA-s në misionin paqëruajtës KFOR. Kongresi shpreson që të shohë antarësimin e Kosovës në NATO, mbështetje dypartijake për të mbajtur nivelin e forcave në KFOR dhe procesin e dialogut që nuk e shpërblen Serbinë me lëshime dhe kokforci. Qeveria e Kosovës nuk u është përgjigjur pyetjeve për mënyrën se si i interpreton ajo rezolutat e fundit në Kongresin Amerikan, për komunikimet eventuale me SHBA-n apo NATO-n, si dhe për vlerësimin e pozicionit aktual të Kosovës në procesin e integrimeve euroatlantike. Zyra e NATO-s në Bruksel tha vetëm se çdo hap i mëtejshëm për të konsoliduar marrëdhëniet e aleancës me institucionet e Kosovës kërkon konsensus nga të gjithë aleatët.
Ne I inkurajojmë institucionet në Kosovë që të konsolidojnë qeverisjen e mirë për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. NATO-ja mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe përmes misionit KFOR. Politika e dyreve të hapura e NATO-s bazohet në nenin e 10 të traktatit të Washingtonit, I cili përcakton se antarësimi është I hapur për çdo shtet evropian që është në gjendje t'i çojë përpara parimet e këtij traktati dhe të kontribuojë në sigurinë e zonës së Atlantikut të Veriut. Kosova e ka të deklaruar prej kohësh synimin për antarësim në aleancë dhe ka ndërmarrë hapa në ndërtimin e kapaciteteve të sigurisë në përputhje me standardet e saj. Por procesi mbetet I bllokuar në aspektin politik pasi 4 vende anëtare të NATO-s nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës dhe çdo zgjerim I ri kërkon konsensusin e të 32 aleatëve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar ministritë e jashtme të këtyre 4 vendeve, Spanjës, Greqisë, Slovakisë dhe Rumanisë, për t'i pyetur nëse po shqyrtojnë rishikimin e qëndrimit të tyre ndaj njohjes së pavarësisë së Kosovës. Prej tyre është deklaruar vetëm Ministria e Jashtme e Slovakisë, duke theksuar se qëndrimi I saj mbetet I bazuar në deklaratën e Parlamentit të vitit 2007, e cila e lidh zgjidhjen e statusit të Kosovës me respektimin e kërkesave të Serbisë dhe normave të së drejtës ndërkombëtare, si dhe me rezultatin e dialogut të Prishtinë në Beograd të lehtësuar nga BE-ja. Vëzhguesi thonë se pavarësisht qëndrimeve të ngurta të shteteve mosnjose, rezolutat në Kongresin Amerikan, edhe pse jo obliguese, e pengojnë Kosovën të zhytet në harresë. Me fjalët e Mediut, ky angazhim lidhet edhe me interesin e SBA-s për të ruajtur ekuilibrat në Ballkan dhe për të parandaluar rritjen e ndikimeve ruse, kineze dhe serbe në rajon. Kam bine që Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht nga retorika, do të thonë NATO-n e shikojnë si një element jashtëzakonisht të rëndësishëm, jo vetëm për stabilitetin e Ballkanit, por edhe për një mandatë influencë më të gjerë gjeopolitike. Dhe në këtë kuadër padyshim që është dhe interesi për Kosovën. Ish zyrtari I lartë I NATO-s, Jamie Shea, vlerëson se aktivizmi në Kongresin Amerikan duhet kuptuar më shumë si vendosje një agjende afatgjatë se sa si ndikim I menjëhershëm. Ai thotë se kjo mban Kosovën në vëmendje në politike të Washingtonit dhe krijon hapësirë për një mundësi të ardhshme kur kushtet në marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe brenda vetë NATO-s të jenë më të favorshme. Por, sinqerisht, derisa të ketë stabilitet politik në Kosovë, sepse Tripoli zgjedhje në 18 muaj nuk janë shenje mirë. Ndaj, derisa të ketë më shumë stabilitet pas zgjedhjeve të qershorit, nuk pritet të ketë një rrugë të qartë përpara në procesin e integrimit euroatlantik. Kosova në më pak se një muaj do të mbajë zgjedhjet e treta parlamentare brenda një periudhe prej një viti e gjysmë, pasi 2 ciklet të mëparshme nuk arritën të prodhojnë institucionet të qëndrueshme për shkak të mungesës së konsensusit mes partive politike. Mediu argumenton se antarësimi në NATO nuk varet vetëm nga mbështetja amerikane, por edhe nga koordinimi politik dhe angazhimi I brendshëm I vetë Kosovës në bashkëpunim me aleatët. Në këtë kontekst, ai nënvizon nevojën për shtim të aktiviteteve diplomatike dhe lobuese, veçanërisht në Washington, si dhe për reforma të strukturuara sipas standardeve të NATO-s, duke kujtuar se një rrugtim I ngjashëm I ka paraprirë edhe antarësimin të Shqipërisë në NATO në vitin 2009. Unë mendoj që ishin nga zhvillime më të mira që ka ndodhur për Kosovën. Për disa arsye, sepse po të kujtojmë historinë tonë, kështu ka filluar me deklarata, me rezoluta në Kongresin Amerikan, dhe kur nëse vim në një aprovim të një rezolute Kongresin Amerikan, kjo kthehet pastaj një gjë që përcakton dhe politikat të Departamentit Amerikan të Shtetit apo dhe të administratës amerikane. Mediu shton se Shtetet e Bashkuara kanë peshë vendimtare në vendimmarrjen e NATO-s dhe se do të ishte e vështirë që disa vende anëtare t'i rezistonin presionit amerikan nëse Washingtoni do të këmbgulte në antarësimin e Kosovës. Gjatë mbledhjes Komitetit për Punë të Jashtme më 13 maj, kongresisti Self kërkoi bllokimin e 1.8 miliard dollarëve ndihmë ushtarake për Greqinë, derisa Athina ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke paraqitur edhe një amendament për ndalimin e kësaj ndihme vjetore, por që u kundërshtuan nga disa përfaqësues demokrat. Shqip pajtohet se mbajtja nën presion e shteteve mosnjose është e rëndësishme.
por shton se Kosova nuk mund të mbështetet vetëm te SBA-ja, duke theksuar nevojën për një qasje më të balancuar drejt Evropës. Kosova duhet të ketë një përpjekje më të balancuar lobimi dhe të loboj po aq fort në Berlin, Paris, Londër apo Varshavë sa edhe në Washington. Mbështetja vetëm te Shtetet e Bashkuara mund të ketë funksionuar në të kaluarën në vitet e 90-ta, por sot nuk është më një strategji efektive. Në një linjë të ngjashme dhe Daniel Server nga Universiteti Johns Hopkins në Washington vënë dukje kufizimet reale të ndikimit të Kongresit Amerikan në këtë proces. Rezolutat sugjerojnë mbështetje të konsiderueshme politike për antarësimin e Kosovës në NATO, por ato nuk e detyrojnë administratën. Presidenti mund t'i injorojë ato. Autoriteti i tij në politikën e jashtme është praktikisht i pakufizuar. Në një kohë kur rendi botror po rishkruhet dhe balancat e sigurisë po lëkundën, Shtetet e Bashkuara po sinjalizojnë qartë riorganizim të pranisë së tyre ushtarake në Evropë, deri te tërheqja e mira trupave nga Gjermania. Në këtë realitet të ri merr peshë pikërisht ajo që thekson Mediu. Prania amerikane në KFOR nuk është thjesht ushtarake, është një mesazh i fortë politik për angazhimin e SBA-s në rajon. Dhe Kosova, nëse synon ta shfrytëzojë këtë dritare gjeopolitike, duhet të dalë nga logjika e politikës ditore dhe të kalojë në veprim strategjik afatgjat. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.